Ka përfunduar këtë të premte afati i përcaktuar nga togat e zeza të gjykatës së shkallës së parë dhe prokurorisë së përgjithshme në Vlorë për pezullimin e seancave gjyqësore. Pezullim ky i nisur ditën e martë në shenjë solidariteti dhe respekti për kolegun e ndjer, gjyqtarin e gjykatës së apelit në Tiranë, Astrid Kalaja, i cili u vra mizorisht në sallën e gjyqit pas dhënies së një vendimi për çështje pronash. Siç mësohet, ditën e hënë, gjykata e shkallës së parë në Vlorë do të vijojë punën në normalitet, ku javën që vjen do të nisë trajtimi i çështjeve të ndryshme, penale dhe civile, të cilat nuk janë trajtuar deri më tani, por edhe çështjeve të reja në shqyrtim. Kjo nëse nuk do të ketë një vendim të marrë nga togat e zeza në Tiranë, apo edhe përfaqësues të drejtësisë në shtyrjen e afatit të pezullimit të çështjeve gjyqësore për të kërkuar më tepër siguri në institucionet e drejtësisë në vend. Bëhet me dije që në këto 4 ditë, të cilat gjykata e Vlorës e ka bërë pushim, ka patur rreth 400 dosje penale dhe civile të cilat nuk janë trajtuar. Mesatarisht 100 procese gjyqësore të cilat janë anuluar dhe për to është caktuar një tjetër datë në vimësi, pas ditës së hënë ku pritet të rifillojë edhe puna. 400 procese gjyqësore, dosje në trajtime sipër, vendimet të padhëna, që i shtohen tashmë stoku të dosjeve penale dhe civile, të cilat ndër vite janë pa u gjykuar në gjykatën e shkallës së parë në Vlorë. Stoku të dosjeve ku dominojnë çështjet, konfliktet e pronësisë, divorcet apo vendimet për veprimtari të ndryshme kriminale, dosje këto të mbetura pezull pa një vendim ndër vite, që i shtohen tashmë edhe 400 të reja. Ndërkohë që flasim, oraret e gjykatës së shkallës së parë në Vlorë për gjatë tetorit janë tepër të ngjeshura, krahas orareve të gjyqeve për trajtimin e çështjeve penale të parashikuara, janë përcaktuar dhe orare të reja për 400 gjyqet që janë pezulluar këtë javë, duke rritur në këtë mënyrë fluksin e rënd tek çdo gjyqtar, prokuror apo avokat, që i duhet që përgjatë tetorit të ketë një ngarkesë më të lartë, duke mos patur kohë të trajtojë siç duhet çështjet e ndryshme me karakter penal apo civil.